Gjashmujori I pari I këtij viti është shoqëruar me një kërkesë më të lartë për energji elektrike se e njëjta periudhë një viti më parë. Të dhënat nga USHE tregojnë se në periudhën janar-qershor janë konsumuar 4.4 milion megavator energji elektrike. Nëse krahasojmë konsumin e qershorit të vitit 2025 me konsumin e qershorit të 2026 ka një rritje prej 13.9%. Në qoftë se krahasojmë periudhën janar-qershor, pra 6 mujorin e parë të vitit 2025 me 6 mujorin e parë të vitit 2026, ka një rritje të konsumit rreth 10%. Përballë konsumit të lartë të energjisë, USHE thotë se ka investuar për të shmangur ndërprerjet në furnizim, veçanërisht gjatë sezonit veror, periudhë kur në terren do të jenë në gatishmëri 130 grupe pune. Ne kemi në terren 1120 personel njerëz, të cilët janë të ndarë në 136 grupe dhe këta patjetër që kanë 86 mjete, ku janë të kompletuar me mjete pune, janë të kompletuar me gjithë bazën materiale të nevojshme për të minimizuar çdo ndërprerje të energjisë elektrike. Në rastet kur ka ndërprerje të furnizimit me energji, USHE thotë se qytetarët mund të telefonojnë për të adresuar problemin.